kam një lot pikon si jarë, se me sheku jam shqiptar. E kur malet pimbë e bora, për atë dhe këngës jam ora. E kur malet pimbë e bora, për atë dhe këngës jam ora. Gjama danin via via, është Kosova, është Shqipnia. Rasizam o qiptën lia, o sa e madhe, është Shqipnia. Gjama danin via via, është Kosova, është Shqipnia. Rasizam o qiptën lia, o sa e madhe, është Shqipnia. Rasizam o qiptën lia, o sa e madhe, o Shqipnia. Mirëmëngjesi Kosovë! Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirëmëngjes Kosovë, mirëmëngjes. Pjesë mu ka problem sa që me mëngjes. S'po flas për gjysore. Të mbaj në gojë do të thotë momentin që të zëlem sa mirë. Gëzuar pavarësinë Kosovë, jemi shumë të lumtur që Kosova jonë e vogël është 18 vjeç tani. Kosova e vogël por e madhe njëkohësisht. Jemi shumë të lumtur që gjendet një shtet i formuar, një shtet tashmë në liri të plot dhe sa mirë që gjithnjë më shumë po kthehemi në një vazhdon Lenza. Dhe ku na gjeti në urimi kryesor të pavarësisë Kosovës. Është mikrofoni që mos dëgjohet Lenza vazhdo të rrugë. Është për syrin e keq. Jo, doja të thoja vetëm që vërtet kemi kufi në hart, por nuk kemi kufi në zemër edhe në shpirtin e gjithë shqiptarisë kudo që ndodhet. Kështu që gëzuar Kosovë, festof sot edhe për gjithmonë. Po, t'i bëj dhe unë një uri pashtu, me qenë se jemi. Doja t'ju uroja shtetit më të ri në Europë, ndër më të rejat, po në njëkohësisht edhe ndër më të vjetrat, duhet të thëmë. Të bëhet 1018 vjeç, të bëhet 2018 vjeç. Mos vendos limite, në pafundësi. Pafundësi, patjetër, po te urimja bëj unë pas, e mas 1 vite shifemi prapë. Bravo. Se zakonisht që themi ne për ditëlindjen jemi mësuar që edhe 100, po në këtë rast nuk vlen kjo. Se është shumë pak, është shumë pak për një Ndaj tash 1000, ndaj tash 1000. Që gëzuar Kosovë. Festojnë, mos kenë më as një lloj problemi, as një lloj, më thënë, e di tashmë se çfarë kanë kaluar dhe shpresojmë që mos ta kalojnë më. Unë nuk flas më, se unë nuk po them dot një gjë sot. Gëzuar Kosovë. Mirë, me kaq i the të gjitha. Mirë, ne një pjesë shumë të mirë të programit sot do ja kemi dedikuar Kosovës, sepse të gjithë artistët që kemi të ftuar edhe gazetarët do të jenë në Kosovë. Asnjë ftuar sot nuk do të jetë në Skype, në studio, por do të jenë në Skype të gjithë, për të marrë pak edhe shijen e festës në Kosovë, dhe pse duhet të thënë që dita e djeshme në Kosovë të paktën nuk ka qenë fort fest, për shkak se tani është traditë që monumenti i Newbornit të ndryshohet pamja herë pas here dhe edhe ditën e djeshme kështu ka ndodhur, por kanë qenë aktivistët ata të cilët kanë vendosur që gjithë monumentin ta rrethojnë me hekura për shkak të vendimit të padrejtë që është marrë për ish-krerët e UÇK-s dhe Hashim Thaçit në Hag, të cilët kanë kërkuar dënimin e tyre me 45 vite burg. Kjo ishte një shenjë proteste, kështu që kam përshtypje që edhe një pjesë e mirë e ditës të Kosovë do të jetë një protestë e tillë nga aktivistët. Por gjithsesi festa nuk do të mungojë në shtëpitë e shqiptarëve edhe të gjithë shqiptarëve të Kosovës gjithashtu. Do marrim pak atmosferën e tyre sot. Po, patjetër. Unë shumë qef, po t'ishte e premte sot do isha nisë për Kosovë. Po me shumë qef. E premte sot do ishim gjithë më të lumtur. Vetëm për këtë, po pavarësia në Kosovë është tjetër gjë, është atmosferë shumë e bukur. Do me thënë, në ka një kom që ja di vlerën lirisë dhe kësaj feste është Kosova, sepse ne vërtet e festojmë pavarësinë, okej, ka organizime, po ndoshta edhe periudha e largët e viteve të shpalljes pavarësisë na bën edhe pak më
më pak të ndjeshëm ndaj kësaj ngjarje. Ndërsa Kosova ka shumë të freskët edhe ja din vërtet vlerën lirisë dhe festa aty është jo vetëm fest, por ndonjëherë edhe një nostalgji e trishtë dhe lot gëzimi her pas here. Okej, mirë. Juve, ç'keni bër? Ne mirë. Mirë. Qetë, bukur. Si veshur me blu ti tjerë sa? Palestër, po nuk duhet bëhesh shumë në klishe. Kjo aty është afër asaj ngjyre. Shiko, Besiana po thoshte që në mëngjes që duhet veshësh diçka blu, pa ajo duhet ta kuptoj që ky djalë Besiana ka gjakun blu, ka gjën kryesore, ka gjak royal. Ama lejni këtë tani. Po të justifikojmë, po të justifikojmë. Zoti ma. Super zgjedhje dhe për këngën, bravo të qoftë. Po, mendova tash një këngë që të ketë lidhje me festën edhe me... Për Shqipërinë e Bashkuar në këtë rast. Shumë pak njerëz e din, po kjo është një këngë e një grupi kosovar. Po? Duke qenë se është një këngë që është bërë më së shumti cover, edhe në një kohë krijon pak konfuzion të njerëzit, pasi nuk e din kush ka bërë origjinalin. Origjinalin e kanë bërë një grup si quhet Ilirët, dhe janë kosovar. Janë të Kosovës, po. Dhe është pak më version rock? Më duket? Po, është pak më version rock. Po, është pak më version rock se tradicionalja që dëgjojmë në sot. Mirë, të rubrika që do kemi gjej këngën, do të ketë një këngë kështu që lidhet me Kosovën, jo, zgjedhur mos ta përfshish. Po, jam se duket sigur e egzagjerojmë pastaj. Do të jetë klishe djali, e kupton. Po se jo pa dishesh me blu. Gjithtuar janë Kosova, thënë Europa, ç'a bëjnë ta, Selena. E meriton ore Kosova. Po Kosova e meriton, po jo. Shumë e meriton. Meriton shumë më shumë, po jo të vishemi me blu ne. Ti s'para vishesh me blu. Ja, blu nuk është një ngjyrë që po. Plus kësaj përveç kësaj, jam i sigurt që gjithë kosovarët ose në mos gjithë një pjesë e madhe të Kosovës, shqiptarët e Kosovës, të lutem mos ta themi më të termin. Jo, nuk është një term i dur për të thënë kosovarët. Shqiptarët e Kosovës, le ta themi këtë. Shqiptarët e Kosovës vishen me të kuqe Romina sot, nuk vishen me blu. Që ta kesh qartë ti dhe ato që në ndjekin. E pra, sepse kështu që bluja nuk para preferohet, me thënë të drejtë. Mirë, se cili vishet ashtu si e ndjenë, rëndësishme është që është fest. Okej, mirë. Fillojmë prezantimin e sftuarve tani. Po fillojmë të bëjmë. Kush do të jetë i parë i tjerë? I parë do të jetë Arbër Zeka, gazetari më i njohur nga Kosova, gjithashtu fituesi i Big Brother something. E pesës, më duket ka qenë? Më duket se po, më duket se pesë. Do flasim pak për organizimet që të bëhen sot në Kosovë, Arbi do na tregoj më së tepërmi, do të thënë rreth organizimeve që do bëhen sot. Me sa më thanë, kur komunikova me ata, më tha që do kishte edhe protesta sot. Po pra. Por për më tepër do flasim me Arbin dhe do ta pyesim ç'do ndodh sot në Kosovë. Ta pyesim edhe pak Arbin se si feston edhe ai në familjen e vet, edhe se si e kujton ai ditën e pavarësisë gjithashtu. Si e kujtojnë. Sepse është fest më vete në familjen e çdo shqiptari. Okej, mirë. Mirë, dhe sërish në Skype, në Kosovë do të jemi me Florent Abrashi, i cili është një këngëtar i njohur tashmë nga suksesi The Voice of Albania tek magjia festivaleve. Florentin e kishim edhe tek festivali Kosovës me këngën Unë dhe Ti. Është një këngëtar goxha i njohur, do flasim pak për karrierën e tij muzikore, sigurisht që nuk do lëm pa cekur edhe se si Florenti e feston pavarësinë e Kosovës së bashku me familjen e tij, çfarë pritet të bëj. A ka ndonjë koncert sot? Florenti është një nga zërat më të mirë. Performojnë, besoj do ketë një performancë. Por mendimin tim, Florenti është një nga zërat, patjetër që duhet të ketë. Se është shumë aktiv në koncerte dhe me live-et. Po është një nga për mua është një nga zërat më të mirë rock në gjithë shqiptarinë. E vërtet është. Është unik, i jashtëzakonshëm. Na, bën ne duhet tash. Lilla. Është djalë shumë. Kur do ishte? Dhe më vjen keq që Florenti nuk ka qenë kaq shumë prezente në Shqipëri. Kujtoj që në Voice of Albania edhe po, pas të Voice pati një 2 vjeçar që performonte nëpër Tiranë. Më pas u shkëputu ta Ka qenë pas teje Florenti? Para. Florenti ka fituar The Voice 3-shin, më duket. 3-shin. 3-shin ose 2-shin? Nejse, po do t'ishte shumë mirë që ta kishin prezente edhe në Shqipëri. Okej, dhe në fund fare pastaj Gold AG, këngëtari më patriotik që ekziston sot për sot. Nuk mendoj që ka një këngëtar më patriotik se Goldi për këtë Ka të gjitha këngët, të gjitha, po thuaj se një pjesë mirë të këngëve të tij ka dedikuar shqiptarisë, UÇK-s,
erojve, edhe e tillë është kënga që ai ka publikuar vetëm dje. Në fakt është një këngë dedikuar erojit Beg Rizaj. Nuk mund të mungonte një këngë e tillë në një ditë kaq të veçantë sa pavarësia e Kosovës. Flasim me të jo vetëm për publikimin e këngës, për ideimin e saj, por edhe se si është festa e pavarësisë në shtëpinë e Goldi Gjim. Gjitha këto vetëm në fund. Një patriot i vërtet, a do jetë nga ata persona që u ndalë sot në protest? Po. Ai është gjithmonë aktiv. Duke qenë se është një artist që në funditës ka mbrojtur gjithmonë të drejtën, lirinë, të gjithë shqiptarëve të Kosovës, çfarë pritet të ndodhë sot dhe me situatat. Më vjen keq për sot mos ketë situata të tensionuara, se në fund të ditës mendoj që sot duhet të tregohet më së miri se sa bashkë janë shqiptarët e Kosovës edhe festoj lirinë që ato tashmë e kanë prej 18 vitesh. Në fakt, protestës është një shenjë bashkimit në këtë rast, sepse është për një... Jo, mos ketë razira, më thënë në forma vetëm për këtë, më vjen keq. Mirë. Dhe në fund, Receta Mira, çfarë ka bërë Mira sot? Pasta me 3 lloje djathrash, moj Mira. Pasta? O, zot. Janë pasta në furr, dhe ka 3 lloje djathrash. Tani ai djathi sipër nuk e di, se duhet jetë pjekur më shumë si. Si pasta, se kuptoj pasta. Makarona me 3 lloje djathrash. Do jetë tip mac and cheese. Diçka e tillë. Qivi djathrat aty në tavolinë. Uda. Po, do jetë tip mac and cheese, e sigur. Nuk e di çfarë është kjo sipër, o Besiana na trego pak çfarë është sipër. Ara nuk janë ato. Do një djath, po ndoshta pak i pjekur sipër. Po, më djeti shumë. Por që si është djathi shkrin, po, së di. Jo, po nëse e lë pak shumë mirë një lloj koreje. Ejse, fshia duhet jetë po do jetë një lloj mac and cheese, sigur. Nëse s'ka në rëndësika që lemza e tigu, dhe tani mund të flasim lirisht. Alergjia. Oke, mirë, baron. Jemi bërë kështu paso, kalo dhe paso me njëri tjetrin. Qa ndodhore, qa ndodh? Qa të bëjmë? Mirë, dhe Periuda. Mirë, kalojmë të videot virale. Kalojmë të videot virale. Ecim. Po të gjitha ishin shumë të bukura. Ja, më buburrec. Me kë? E më buburrec. Të shapka. Se më të pëlqoja më buburrec. Të është fix, është situatë që në ndodhë gjithëve. Mirë, oke. Pastaj dëshira ime si fëmijë për shembull, ka qenë gjithmonë me atë video, me atë gocën e vogël që i këndonte chihuahuave. Ishin të gjithë në gjumë. Qenushave. Feeling like Borbardha. Ajo është interesante shumë, por... Ke dëshimet e tua ti pa video. Pa mirë mëse qikë vështirë të mbashë ato qenushët ashu në gjumë të gjikost. Fëmijët mund të arrinë çdo gjë. Me ne të rriturit mund të bëjnë naze, por me fëmijët nuk e di pse janë ashtu fashtë. Vështirë. Po varet si janë mësuar, më? Kanë ato gjumën e drekës si bebet. Kanë, po. Është një video shumë e bukur e kësaj, që është një fëmijë i vogël që merr një pulë dhe arrin ta hip mbi biçikletën e tij. Dhe ishte përshkrimi që nëse dikush do t'i thoshte këtij është e pamundur që të bëhet kjo, atëherë do ta penalizonte. Po fakti që askush nuk ja përmendi që është e pamundur, ai djali i vogël e realizoi. Ai pula mbi biçikletë ndejti. Kështu që për të qeshur se janë pas edhe to. Me fëmijët çdo gjë është më lehtë. Rojti e vërtet, i roj. Dhe pula duke i treguar shokëve dhe shoqes të saj që hipa mbi biçikletë. Që të bëj për ato është e pamundur. Po. Mirë, okay. Tash doni ju vajza, ne sot kemi horoskop. Ne me shumë qef kemi horoskop. Ne jam marrë kemi që të premten. Për të lexuar vetë. 3 ditë pa komente tona, kupton? Jo, po 3 ditë kemi, se kishim dhe ysgenin të premten, po gjithsesi horoskopin ditor kemi bërë. Nuk ka si komente tona. Kjo horoskopi ditor nuk e di si kur në gjithë ndryshme Vjen kush vjen tu, po si komente tona. Bra, i kemi horoskopi. Pashtoj me deshrit. Dashi, pas disa ditësh të lodhshme dhe me tensione qift, më në fund nis një përmirësim. Marrëdhëniet me partnerin ose partneren dhe me të tjerët do t'jenë më të qeta. Mundoheni të jeni më pozitiv dhe mos u largoni nga situatat, duke ju shmangur atyre. Përballuni me to me maturi. Kjo ishte këshilla për dashin. Mos i bëni bis situatave, por përballuni me to.
Marrëdhënia do t'jenë të qeta, me çift do t'jenë pak të lodhur. Të përmirësohet, Por do t'ketë përmirësim, po. Marrëdhënia të qeftë në partneritet do t'kenë qetësi. Shumë mirë. Ndërsa përballit do t'i ashtu me Ne me vendimari do marrë një vendim, po, patjetër. Ishim shumë të qartë me Dashën, ikim me Demi. Hajde, Demi. Okej, Marsi në kundërshtim mund t'ju krijojë disa vështirësi, por kjo periudhë nuk do zjas. Shmangni grindjet në dashuri, sidomos tani që Venusi ju favorizon. Besoni më shumë tek e ardhmja dhe mos e komplikoni atë që mund të zgjidhet me qetësi. Wow. Me thellë horoskopi sot, mos për Demin. Me këto kundërshtimet e planetëve. Me grindje në dashuri. Mos e kompleksoni më shumë. Që mund ta zgjidhni me qetësi. Diçka që mund zgjidhet me qetësi nuk e pse e bën të madhe. Shmangni grindjen e dashurisë tani që Venusi i favorizon. Pse nëse nuk grindet çfarë ndodh? Marrin një propozim për martesë? Lejohen, bashkëtojnë? Kujdiet, Po këto favorizimet në marrëdhënien se? Ose mund të ndjen shumë më të qetë dhe më të lumtur. Se po flasim për çifte, meqense thonë shmangni grindjet në dashuri. Janë thjesht më të qetë, mund të marrin ndonjë dhuratë, kështu si Shën Valentin të vonë. Kujdiet. Favorita janë gjitha. Okej, binjakët. Ejde, binjakët. Çfarë të thuaj për binjakët? Është një moment për mirësimi, veçanërisht në dashuri. Marsi mund t'ju sjellë tensione të vogla, por qetësia do t'ju ndihmojë t'i kaloni. Shijoni emocionet pa i dramatizuar situatat. Në punë mund të lindin disa dyshime që kërkojnë në reflektim. Okej, dashuria vjen duke u përmirësuar, do të keni ca tensione të vogla, por gjërat vogla do t'i zgjidhni me kohën. Duhet shijoni emocionet pa shumë dramatizime, ndërsa në punë, me sa duket që nga një kohë për reflektim, për binjakët, mirë, këshilla të zgjuara, qoftë në dashuri, qoftë në punë. Okej, gafurja. Gafurja. Ne. Do të ndjeni pak të tensionuar për shkak stresit të grumbulluar. Shmangni debatet dhe mos e ngarkoni veten me problemet pa nevojshme. Megjithatë, energjia nuk do t'ju mungojë dhe do arrini t'i përballoni situatat me forcë. Shqyrë mërzat. Ky horoskopi është i lezetshëm, na ngarkon mirë, ne pa thënë mirë, do keni energji për t'i zgjidhur gjithsesi. Pavarësisht stresit, pavarësisht ngarkesës, do jeni shumë me fortë, domethënë, jo, se kam energji sot. Shiko, zëre se po thot horoskopi me gjithë këtë që lexuam, zëre po thot, mos e mbani ju. Mos e mbani. Mos e mbani ju, bjerë. Bani, mbajnë të fortë. Jemi më të fortë kur. Ecim, Luani. Hajde. Hajde, Luani. Dita nis mirë, por kërkon kujdes rreth mesditës. Puna mund të sjellë ndonjë tension për shkak të ndikimit të Marsit. Mos u përfshini nga ankthi dhe ruani qetësim për të mos e përkeqësuar situatën. E paska komplet me punën në horoskopi Luani sot. Horoskopi ka filluar siç është muaj, ja fut shkurt. Po është preciza ma. Se me sa duke Luani dashurinë pas ka shumë mirë. Preciz mo, zjatë mo, ty ta marrin vesh bëhet me detaje. Po përderisa se ka përmendur, i bie dashuria shumë mirë, vetëm në punë, me sa duket e pas ka në Shën Valentinin. Po. E mytëm për Shën Valentin. Ne, Luani më ankth, asi lloj ankthi nuk ka. Për situata punë e kanë i çik, po ja dalin. E shuani qetësinë se do ja dini lek do bëni. Mos e vrisni. Lek paçi, eci. Hajde. Jemi tek Virgot, po. Virgot. Ata që janë të luhatur mes dy historive mund të përballen me krizë. Bëni kujdes të mos përfshiheni në marrëdhënie që ju krijojnë probleme. Në punë mund të hasni pengesa, por me përqendrim do t'ja dilni. Okej. Virgjëresha që nga mes dy dashurish. Me sa duket është në një zgjedhje prej kohësh, nuk është era e parë në fakt që horoskopi Virgjëreshës del kështu që ka mundësi zgjedhje, me sa duket ende se ka ndarë mendjen se cilën histori do të ndjekë do ta bëj pjesë tjetër së saj, Virgjëresha lua ka ende me dy porta, edhe shijo ka këtë gjë. Por mos luaj me zjarr se do digjesh vet. Kujdes Virgjëresha. Në punë thjesht duhet përqendrim për të zgjidhur gjërat. Okej.
Ecim, jemi tek peshorja? Peshorja. Po, peshorja. Peshorja, në dashuri mund të ketë vonesa apo keqkuptime, ndaj shmangni debatet. Keni nevojë të shprehni mendimin tuaj, por bëheni me diplomaci. Puna ecën mirë dhe mund të sjellë zhvillime pozitive. Mirë, okej, të paktën në punë do të kenë zhvillime pozitive. Por vje puna ke mendimin që doni kaq shumë që ta shprehni, bëheni me diplomaci. Spani debatet në qift edhe do t'jeni... Çfarë nënvlerëtoni ju me në dashuri mund të ketë vonesa? Po varet shpresin, no? E vërtet është. Mund të ketë vonesa apo keqkuptime. Po varet. Vonesa të dashuri mund të jenë të frikshme në mesazhe, ndonjë rikthim ishi, në sensi ndonjë ndarje, kështu që i lën kohë njëri tjetrit dhe presin kur do vi. Një ndër raste. Interesante. Mesazhet, pra unë të shkruaj dhe ti ma këtë mesazhin mas një javë, 2 javë. Mund të ketë vonesa dhe në mesazh. Varet në çfarë faze janë. Ose në base mund të ketë vonesa, planifikuar diçka të dy dhe nuk do të presim pak. Vonesa radhës, pret unazën në FIS, shumë sa kam rrë koma. Për pak më duk se për te pret unazën autobusin tash. Vonesa që e dajo. Ose ka pritur. E të mërë vesh. Okej. Jemi tek? Ku jemi? Përcapi? Akrepi. Jemi të ujori, Rovida. Edhe mundet. Pasditja mund të sjellë ndonjë shqetësim. Keni dëshirë të përjetoni emocionet e reja dhe të njihni persona të rinj, por diçka ju mban pas. Para çdo blerjeje, reflektoni mirë për shpenzimet. Patjetër. Dhe më thënë, për asnjë nga sheja nuk foli për në i shpenzim në i gjë, sa erdhi akrepi, reflekto për shpenzimet. Normale. Akrepi e ka financën kështu në kokë. Dje sikur kishe marrë telefonin dhe ishte blikta, bliata. Ata nuk quhen. Quhen ato? Po nuk quhen, sa ta në gjëra për shtëpi. Sa vajti kostoja? Asi gjon. Sa? Po nuk ishte 68.000 lekë vjetra. Po 60 atje, 60 këtu, në fund të muajt. Ja, janë gjëra domosdoshme për shtëpinë, Romina, pa bëra. Po ti marrësh ashtu të gjitha domosdoshme, ja? Mi, dakor, po ato njëherë 3 ditë merë. E drejt. Se për shaka merë në rrallë, merë në rrallë. Jo, me atë 60.000 lekë që ka blerë gjithë ato gjëra. 3 gjëra bleva unë, lirës po flasë shkuan. Kam ble shapka. Ke ble shapka. Duen shapka për shpinë. Super investim. Pa tjetër. Bravo. Po le që të horoskopi, pare zë blerë, reflektoni mirë për shpezit. Reflekto për shapka tja të bëj. Së marim ne. Jo po ke i palë shapka. Po s'kam o për dimër, kam për verë. Shumë mirë, duen, shapkat jo, ju lutem, respektoni shapkat në shpituj. Ecim. Oke. Qytetari. Qytetari. Në dashuri dita do t'jetë e qetë, por disa çifte mund të përballen me debate. Para vendimeve të rëndësishme, sidomos në punë, mendohuni thellë dhe mos veproni me nxitim. Okej. E qetë dita deri diku, por në qift nuk i dihet kur se kur ndizet debati. Nga momenti në moment, prandaj horoskopi sot ju këshillon që të jeni të qetë. Derisa sa i përket punës, pas keni vendime të rëndësishme, por duhet jeni gjithmonë të qetë edhe të reflektoni para se të merrni vendimin. Gjërat e nxituara asnjëherë nuk ecin për mirë. Ndonjëherë dhe mund ndodhe kundërta, por nuk është ky rasti i horoskopit sot për shigjetarin. Okej, pas shigjetarit jemi tek bricjapi apo jo? Po, pa të dhe. Shëshër. Atyri. Ndjeni në një periudhë jo shumë të lehtë, jo çdo gjë po ecën si që dëshironi, por mos lejoni negativitetin t'ju dominoj. Kujdesi dhe këmbgulja do t'ju ndihmojnë të stabilizoni situatën. Edhe këta janë këmbgulës. Për gjërat që duan. Si e përit. Po pse më thotë së mos lejoni negativitetin t'u ndikoj. Po, sepse ne ndikojmë pa nga energjia njerëzve që na Disa po ndikojnë shumë. Në gjithë ndikohemi. Disa mund të ketë për shembull 100 komente pozitive, ka 1 koment negative, të gjithë ditën me atë merret. Si ma tha mua? Për rrjetet sociale apo për njerëz? Jo, flet në rrjetet sociale, po që po, ndikohet. Po ma thonë njëri live që ja ktheu. Jo, në fakt, nuk është edhe t'i rrjetet sociale si ja kthejnë, se po të shohë.
Ja këti se kam qef të luaj dhe jërë, nuk e di, se kam shumë qef që ti ngacmoj dhe unë. Po, është e lezetshme, s'lezetshme. Se shof që kthehen pasaj një formë që se presin. Krica bën ç'bën, mund edhe ta qaj, për veprimet që ka bë, ama blok si qaj nuk i bën. Nuk i bën blok. Nuk i bën Se më blok. kush janë këta tjerë këta që bëjnë blok? Oke, mos Me thënë drejtën ati personi ka dalë emri kudo që i ka bërë blok Xherobit mundshëm dhe të gjithë thonë nuk e di pse më ka Si më bërë. nejse, ajta themi Luiza Eli është. Spida e universit. Luiza Eli pas ka bërë blok shumë njerëz. I fundit ka qenë Zebervoki djesh ka thënë, tregoj xheloze Mali, Në po. fundit jam vetëm. Je ti, dhe ti. Ti si e fundin më vlla, se ti ke i vit me të të drejtën, unë jam, jo, unë se me para, unë jam e para nga grupi. Po, që e kuptoj që i kishte bërë para. Po çfarë keni bërë Luizit me shkrim Asë marrë gjë blok? për zotin si kam bërë në herë një gjë. Dani më as ta vetë shoh nuk dhe e di. njerë unë se mos e kam blok. Jo, një sekond. Nëse kemi bërë gjë Luizit, po ti bëj kujdesi e ku flet për Luizin se mund të hashe ti në i blok të shpejti. Në shkreta mirë kanë folur, qa të bëjnë s'ka në lidhje shi, jo fare më e si flet. Kush ka paska. folur keq me dhe ku kemi bërë komente për showbizin? Anyways, se cili ka të drejtën të bëj qa ti doj kokra i qefit. Unë prap gjumën e rahat e bëj. A lojmë te Virgo, apo jo, Yes, për të shemë, Virgo. shqyqitari. Jo, Ujori. Të nga bët lemsh. Qysh. Moment shumë i mirë për dashurin, mund të merrni vendime të rëndësishme si në jetën sentimentale, ashtu edhe në fushat të tjera. Në punë, përpjekjet tuaja do të vlerësohen. Asa mirë. Një që janë më të mirë. Pra, do ish përblejt e gjithë lodhja dhe mundi për gjatë këtyre 2 muajve, në më thënë, janar shkurt. Ujori... Viti i ri. Po. Më duket që janë më të mira tani. Në dashuri, momentet më të mira për të marrë vendime të rëndësishme, për Hajde, të feju, martoni tash, hajde, jepi gaz. Si shumë fejesa po shohën fakt në rrjetet sociale këtë ditë. O, moj, ngilën duke u propozuar gjithë qa bëmi kështu. Martohen, se qa bën kjo botë nuk Ta kenë jetën e gjatë dhe inshallah, jo, se di ku është problemi që fejohen gjithë shu një herazi. Dhe masi 2-3 vite, është ose masi vite, është kur vinë prap të gjithë një herazi ndahen. Do më thënë, U larkë qofën, po thojë, mendoj të thojë... 2024 ka qënë viti i ndarjeve. Unë nuk di se sa ndarje mund të kem, më thënë, folur në emisionin që nga pas unë që vetëm merresha vetëm me showbiz. Gjensila, Sara me Ledrin, kam pas kush është fan ndarë planetet, atëherë, sigur. Tuna, Nora, nuk e di, jam ndarë ai shumë atë vit. Planetet. Nuk kanë marrë Nuk e di këshillat çfarë e viti horoskopit si duhet, prandaj kanë ndodhur Po kështu. të kam pas një zgenën atëherë se s'e mbaj më se ç'më tha një gjë. Tashmë viti më duket i këtyre I karmave ndoshta më duket. Jo, edhe Mos ishte kanë, por vit që karmik, njohin apo jo? veten, e kuptos dhe mos të marrëdhëniet shumë vjeçare. Okej. Dalin, vini një fazë tjetër dhe thonë, okej, unë nuk jam kështu siç mendoja që isha. Interesante. Mos patshim kështu momentesh. Si djetë Helbete jetës, çallov. Eci në shenja fundit peshqit. Po. Ejde, peshqit. Peshqit. Jo për cjapi, o regjia, peshqit. Është koha të kuptoni drejtimin që duhet të merrni në dashuri. Vetëm marrëdhëniet me vlerë do të vazhdojnë. Në punë mund të ketë ndonjë vonesë, por me durim situata do të qartësohet. Okej, në dashuri duhet të kuptoni të merrni drejtimin që ju duhet, se me sa duket, peshqit që nga në një periudhë vlerësimi për marrëdhënien e tyre. Po. Nëse ata vendosin që marrëdhënia do të marrë fund, nuk ja pas ka vlejtur. Kështu që mos u pendoni nëse merrni një vendim të tillë, sepse do të thotë keni pas arsyet tuaja që ka shkuar në fund të një marrëdhënie. Okej, në punë vonesë. Vonesë, në një pagë, në një gjë kështu apo? Qa mund të jenë vonesë? Në një kontratë, në një firmë, Po në që një gjë prapë se kështu. prapë, mos se vrisi mendjen se Po. vetëm pak durim duhet. Shkurt ikën shpejt. Pranvera Erdi vjen data me pagës. Po. pranvera me një lule vjen. Vjen me planet të reja, qëllime të reja, sepse ne të gjithë themi që të paktën sa i përket horoskopit, viti fillon në Mars. Po. Pra, shenjat, të gjitha shenjat rilindi në Mars. Ato shenjat e vitit, okej, mund ta kenë që tani, po përgjithsisht çdo gjë ndryshon në Mars dhe vetë klima, stina, çdo gjë është kështu i gjallë. Lulet, energjia, ndryshohet gjaku, qa nuk ndodh në atë verë. Por data sot është 17, kështu që sa të vit data 20, harrojeni atë ditët e fundit se jenë me 1 Mars direkt. Iku, është shumë shpejt. Okej, vërtet. mirë. Mirë. E mbyllim horoskopin, fare shkurt të reklama, e dini ju tashmë. Dhe rikthehemi me pjesën tjetër. Erdhëm, Ej, ja ku jemi. Ja ku jam. Ja Ja ku jemi. Ja ku jam. Ja ku jam.
Nuk e di për ju, por unë kam dalë në konkluzionin që Ardit Xhebrea është përveç se një nga ndër këngëtarët për mendimin tim të kohës ti më të mirë, janë të autorë për gjithashtu stili që ai ka sjellë aso kohë, po dëgjoni këngë Dimëroj, me ato teknon. Kompozitor thuat janë, po ka qenë domethënë është genial. Janë këngë që rezistojnë kohës edhe kuptohen edhe veprat e tij dhe në për artistët të tjerë që kanë performuar këngët aty. Pakësia më e madhe është që Arditi nuk po shkruan më. Për gjithë komunitetin, e jo vetëm të njerëzve të thjeshtë që duan të gjë këngët aty, po edhe të muzikantëve dhe kompozitorëve. E vërtetë është. Dimërova. Nesër këngëtar Arditit. Kemi bë pafund. Duam prap, ore. Duam Dimërojnë. Duam prap, okej, mirë. Tani për tani s'kemi këngë, por kemi fajtite. Si e ke zgjedhur? Erdhëm te fakti i ditës. Apo se mban mend si e ke zgjedhur? Ecim, po. Ecim ta shohim. Kush i la hyje të agjumë? Kush është ke lidhur? Okej, shohim faktin. Çiftet që ndajnë përgjegjësitë shtëpiake raportojnë më shumë kënaqësi. Studimet në familje tregojnë lidhje mes ndarjes së punëve dhe lumturisë në çift. Për sa më shumë të ndani punët në çift, aq më të lumtur të ndiheni në raport me njëri tjetrin. Si mendon ti tjerë për te fakti? Unë them drejtën, mendoj që një mashkull do të ndihet shumë më i lumtur nëse punët e i bën të gjitha femrat. Po përflasim nëse qëndron lumturisë, pra si kështu. Edhe ne ashtu do donim nëse të gjitha punat e shtëpisë ndonjëra i bënte i pastruese dhe ne rinim radhë. Pra po, me sa duket nuk qen nga kështu. Edhe unë dhe ti kemi gabim, sepse sipas studimit thonë që në rast se ju bëni punë bashkë, i ndani punën, atëherë të ndjeni më të lumtur. Sepse përgjithsisht shtëpiake nuk janë vetëm tek larja e larja rrobave. Janë tek ana ekonomisë, gjërat të tjera. Të gjitha. Mirë, pra, okej, patjetër. Do të jap një arsye pse çunat nuk do të ishin të lumtur nëse vetëm gruaja do të bënte punë të shtëpisë? Sepse ajo do fillon të gjithë ditën, të veshi juaj. Ti s'bën asgjë, unë i bëj vetëm me ç'të desha unë tyje. Vërtet. Shkote mami jote, se tha shumë mirë këtë, shkote jotëm. Mirë pra, okej, tani po. Do ishit lumtur jo nëse do dëgjonit këto të veshi gjithkohës. Para punës ne nuk do ishim të lumtur gjithsesi nëse të kishim një femër tillë në krahjer. Po nëse s'do bëni punë ashtu të ju thot. Si do qoftë, edhe sikur ta shprehte gjatë kohës se ti bën, ajo bën punën apo jo. Atë mos të thuajti se të gjitha gocat e thonë. Qa thonë më? Që ti si ke jo tëmë, që ti e i përderë. Se më kërsa si a ke thënë njërë ti këtë? Jo. Seriozishte? Nuk je pjesë e grupit gocave. Nuk je pjesë. Mos prek asgjë. Okej. Po, nuk ja kam thënë kurrë gjithë sigurisht. Vërtet? Pëse tiri i bëm punët. Sa e kishe që i kam? Jo, po se tiri i bëm punët. Unë jam e lumtur që Krisa është shumë normali dhe kjo pjesë. Tiri i bën punët. Si gjithë ju femra tjera. Thjesht po thoja që... Se jetoni bashkë, po, ha? Tiri tha që një mashkull nuk do rrinte me një vajzë të tillë. Dhe për ne them, mos e thuajs, një pjesë e madhe gocave e thonë se gjë. Patjetër. Sepse një pjesë e madhe e meshkujve nuk do bëjnë, meshkujt janë me në fergis këtu. Patjetër, bie dakord, në rast se një mashkull vendos të qëndrojë me një femër ti bjerë lali. Futi atit mashkull, boj qa dush shaje, çoje ke ëma, dërgoja ku dush. Hajtë se do të shojmë, more, të shkesë, momentalisht të kupton ti. Jo, është gjë e mirë kur ndajmë punët, realisht në shtëpi. Po, patjetër. Dalë, për shembull njëri ka këtë pjesë të shtëpisë, tjetri ka këtë pjesë të shtëpisë, edhe jemi në rregull. Të paktën edhe mbi të gjitha mbarojnë më shpejt punët kur ndahen. Ose bëhen me konsensus në herë që me shtëpinë do të merret vetëm goca dhe djali do merret me pjesën e punëve që janë jashtë shtëpisë. Në këtë rast të dy janë më të qetë, sepse ke vënë re Krisa sa herë që ne tentojmë t'i japim në një punë këtyre, punë shtëpie për shembull, e bëjnë si mos më keq, edhe ti hipi nervat aq shumë sa i thua ik më mirë, ik te çunat, bëj çfarë dush dhe pas 4 orësh kur unë kem mbaruar çdo gjë. E kam bërë këtë gjë, po e kam bërë se mbas s'm ka pëlqyer, po se Tiri s'di t'i bëj. Tiri di t'i bëj dhe e bën shpinxit kur do. Hy me themel, zhduket më orë të tëra. Kur janë vetëm i bëjnë këta. Po, kur janë vetëm i bëjnë shumë mirë. Në shtëpi thonë, po ti çfarë do bësh? Po njerë ma caroj për shembull.
kur po fshia dhe po luan të PlayStation. Po unë tash vetë në fakt që do lere se do i bëj unë punë. që kam... Jo, unë I kaloj para, që po fshia dhe kur thot, mos pas e pamjen. O këtheva e pashi e kështu. O të qunë. E ju përvesha pas. Po këta janë gjërat që marrin mend. Patet të nxirra atë ditë, patet në Ishte thjesht një vështrim. Thjesht e pashir. To janë gjërat që marrin mend në çift, po ju s'merrni vesh. Po sikur unë mos I thoj asgjë, ka thjesht të bënte punën e shtëpisë, s'do kishte çfarë më tregu sot. Po aty është e gjitha, aty është e gjitha, atë kesh kujtimet këtij lloji të tregosh televizor. Jo dhe forta është, unë thjesht e futa një shikim edhe më pas e kuptoj që... Me faktin që Krisa njëherë që e ka pasur shtëpinë, ma merr atë. Ua, është shumë I poshtër, sepse gjithmonë thotë që ti vetëm një e ka pastruar shtëpi, kur në fakt nuk e kam pastruar një shtëpi. E ka pastruar 2. Mos t'ja bëj më pra fare. Po, kështu e do. Po, mos në gjo moj atë je fare. Jo, unë ta kam thënë, që ti kështu e do. Mos të bëj më që ta kuptosh atëre kur I bëj punën dhe kur. Falë, kur I ke po për të funit punën? Sa u bën, në 2 javë. 2 javë? 1 javë kam unë që kam pastru. Shirë një bëjt. Po si 2 javë, o Krisa. Ke I muja gjysë po I erë. Na bëj kompani këtu para televizorit, para mediave të në E di si bët tiri tani, se tiri do që ti them të gjitha, po nuk do ti them të gjitha, kështu që nuk po flasë. Krisa kujtohet, ka këtë shprejen që kur të vi unë këtu ke shtëpia, pra kur t'jem unë rezidente këtu... Po s'ka nisë akoma bashkëtesën 100%. Nuk e nisë bashkëtesën, po bashkëton. Po nuk jam çdo ditë. Qërënësi ka marri. Edhe unë kur vi në një orari që nuk do të bëj punë në orën 10 të darkës, faleminderit. Ti vjen mysafire. Unë të mos ta vazhdojsh të muhabetin në Kleverdis. Jo, edhe unë të mos ta vazhdojsh të muhabetin ty s'Kleverdis. Unë të në Kleverdis ty, kështu që mendoj. Kleverdis të pyesi njerëzit që s'ka nisë akoma bashkëtesën ke vajza. Po, e di si po dalun këtu si nxit se zën ka është në çift. Po, si nga të strane madhe. Ti del si nxit se ti e qik. E para, e dyta unë e kam me këte se kjo I qik ti flasë, është ti kjo dhe, po pra mirë ka Romina. Po qa keti së të vjen mirë, sa jo shumë mirë e kam me të Po vetën. s'po vjen mirë ose dohet ketë një këshu qaset vetën, jo... Qaset mija kam, thishim, akoma se gocat në mendojnë kuptuar që njësoj. livi gocat, akoma se kuptoj, si që 2 meshkuj bindi një Kur më im 2 meshkuj? O, 100 herë bini në një mëndje. Nëse s'në intereson që bënë ju, rëndësishme që ne mendojmë njësoj. Si goca që jemi dhe mi krenare. Mendoni njësoj. Vetëm se nuk mendoni njësoj. Po t'ju analizosh, nuk mendoni njësoj. Ik më randejti, hajde Ka kalojmë. shumë gjëra që nuk mendoj se me Rominën, po përgjithësisht shto gjërat normale. Gjërat gocash, kupton? Gjërat goca sigur shqipim dakord. Çfarë që mendoni se më mirë? Si për shembull, çfarë mendoni se më mirë? Ja, pra sa po ishim në gjithë përbashkët. Çfarë mendoj një se me Rominën? Pritash se kur e thua kështu do të rikujtu dhe i herë. E mirë, rikujtoj e herë. Ja, çështjen e punëve të shtëpisë për shembull. Që ja thot mos pastro. Jo që mos pastroj, që Pas kur ne thotë mos bëjmë... prek që me dorë. Po sepse ne prap kur e shohim që ju e bëni atë punë, nuk na pëlqen dhe prap Sepse ti se ke mirë. vlerësuar Tjetër e themi kisha. më mirë hik se e bëj vetë. Kur bie ti dakord me Rominën? Jo, Romina nuk tha atë. E tha pra. Romina tha mos prek gjë me dorë. Jo, se ti nuk ja dite, prandaj e thash. Se ti nuk ja vlerësove herën që kanë O, dy. fal pak, sa herë ta kam thënë unë këtë gjën? 100 herë ta kam thënë që sa herë ti ma thua që s'ke bërë, do them okay, atë tani nuk do të të bëj, ta shohësh që s'bëj kurrë. Kalojmë te scrolling se O sot I madh, o sot I madh. Një tjetër djalim poshtur. Unë nuk Le, paçat mua tim poshtur. Ja del dot me ne dyja. As ka për t'ja dalë. Scrolling. me scrolling se vërdall? ka shumë llafe sa që më lë mua pa lajme. Kemi komplot. Tani e dini pak a shumë të padin që aktoria Nila Basha është, pra imazhi i saj është marrë dhe është bërë diella. E njohim gjithë diellën dhe është përdorur figura e aktores, mirë po së fundmi ajo ka hedhur në gjyq. Mua më çuditi që ky vendim vjen tani pas disa kohë, sepse në fillimet e lajmit ajo doli kudo dhe me kryeministrin dhe ishte shumë okej për këtë gjë. Ka qenë shumë okej dhe ka thënë dhe vetë që e kishte lejuar që imazhi i saj të përdoret për avatarin e platformës të Albania, që dorëzoi pak ditë më parë në gjykatën administrative të shkallës së parë me një kërkesë procedurale për marrjen e masës së sigurimit të padisë. Thuhet që në 11 shtator të 2025-s, asistentja virtuale e Albania Diella mori detyrë të reja të ministres së parë AI, siç u tha,
Dhe për këtë detyrë, aktori Anila Basha kishte pranuar që imazhi i saj të përdoret për avatarin e platformës i Albania. Ndjes, Anila Basha kishte pranuar që imazhi i saj të përdoret për avatarin e platformës i Albania dhe thuhet në fakt që ajo deri diku dhe nuk është pyetur. Me këtë pretendim, artistja dorëzoi pa ditë më parë në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë një kërkesë procedurale për marrjen e masës sigurimit të padisë. Më fal, kemi një gabim në titull se është Anila Bisha, jo Basha. Bisha, yes. Po, në fakt është një gabim. Po. Është e Okej, përgjashme. Anila ka treguar me deklaratën e saj se kjo është diçka shumë e rëndë sa i përket imazhit të aktores. Gjërat filluan të përdoreshin ndryshe. Kjo është një kauzë shumë e rëndësishme, mund t'i ndodh edhe një kolegu tim, një njeriu të panjohur dhe shumë e rrezikshme. Jam person publik, kam krijuar një emër shumë të bukur dhe publiku më donte shumë. Dua s'dua një pjesë që nuk do kryeministrin më urren edhe mua pa pasur asnjë lloj lidhje. Pra sipas aktores duket se kjo përdorimi i imazhit të saj si një inteligjencë artificiale, pra diella, duket se i ka dëmtuar imazhin edhe asaj si aktore. Sipas mbrojtjes, nga përdorimi i pa autorizuar i të dhënave personale të Anila Bishës, i është shkaktuar një dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakëthyeshëm. Pra kjo është një ndër arsyet pse Anila ka ngritur një padi, për shkak se ne di ministrja Diella, që u prezantua nga kryeministri Edi Rama, në Asamblenë e Partisë Socialiste me 11 shtator si pjesë e kabinetit të ri. Rama së kohë tha që Diella do merrte detyrat e saj, që do ju ushtronte për sa i përket platformës virtuale i Albania, dhe për të vendosur gjithashtu edhe 83 deputetët e Partisë Socialiste, mirë po si duket imazhi i Diellës ka dëmtuar njeriu e vërtet, pra identitetin e vërtet të aktores Anila Bishës. Është drejta saj edhe për shkak të politikave. Domethënë ajo shprehur që si artiste, si aktore shpëlqyer shumë nga publiku, po për shkak të përdorimit të figurës së saj tek Diella, të gjithë individët që nuk e duan, nuk janë krah kryeministit Edi Rama, kanë dalë në konkluzion, paktën sipas asaj, që kanë filluar të urret edhe vetë aktoria, gjë që po i shkakton një dëm. Tani konkretisht dëmi nuk e di, mund të jetë nga ana profesionale, pra mos ketë më... Tani shqetësimi real i aktores, cila është domethënë? Dëmi i imazhit që i ka shkaktuar. Nuk i pëlqen që imazhi i saj të ndërlidhet me të tillë aktiviteti, pra që të jetë në ministria. Fakti që përflitet është bërë imazh ndërkombëtar. Unë nuk jam e sigurt nëse ka qenë një kontratë, sepse mbaj mend që kur ka dalë imazhi dhe kur ka qenë tek Albania fillimisht, nuk është pyetur dhe Anila Bisha ka dalë nëpër media dhe ka thënë që ishte surprizë dhe për të. Në mos gaboj, nuk jam shumë e qartë për këtë pjesë, po e mbaj mend si ngjarje të tillë. Më vonë pastaj më duket se ka pasur një zyrtarizim, po patjetër që është drejtë e saj që të kthejë mendjen në momentin që po e sheh që ndoshta nuk është përmbajtur asaj që ka menduar. Deri diku në fillim dhe kur e sheh, nuk është një reagim shumë i keq. Pra okay, është surprizë. Edhe të shikosh veten tënde të kthyer në një inteligjencë artificiale. Në fillim nuk e merr parasysh mbase shkaktoi ato pasojat që mund të sjell mbrapa. Dhe Anila mendoj mbase nuk e ka menduar për dëmi mund t'i sjellë kjo gjë, pasoja për shkak se ajo është një artiste, po ndërkohë imazhi i saj tashmë po përfshihet dhe po përdoret për gjëra politike, kështu që. Okej, mirë. Okej, ecim te një tjetër titull. Kalojmë te një tjetër titull. Pas fejesës vjen martesa, pasi princ Leka dhe Blerta Celibashi do të marrin vendimin e rëndësishëm. Tani çfarë bën me atë lajmin e aluduar që ishin në pritje të ëmbël? Deri tani nuk kanë vërtetuar asgjë. Por që paktën princ Leka në idealet të fundit është shprehur që Blerta dhe unë jemi shumë të lumtur, fejesa ishte fantastike, një ëndër në plazh. Pas fejesës do të kemi martesë, përpritet. Dhe tashmë, siç e do tradita, fejohet, martohet. Sepse do të themi që princi nuk ka një post nga emri princ. Leka nuk ka unë e quaj shumë, nuk i quaj më njerëz të zakonshëm, këta kanë tjera rregulla, tjera është tjera stil jetese, faktën. Edhe jam e bindur që edhe Blerta tashmë do përfshihet në stil jetesës të princit, janë rregulla mbretërore.
Pas ka se janë munduar të dyti jenë sa më thjesht. Sa më social, Ne kemi po. parë rrugëve të Tiranës teksa jetë të dy Jo, dore. sa i përket stilit jetesës po sa i përket rregullave pastaj kur martohen, se janë çështje të tjera, mendoj që duan do t'i përmbahen pak rregullave. Faktën me Nuk e çfarë di shpreu nëse dhe vetë fejesa dhe princi, martesa është detyrim. Nuk jam e sigurt për Detyrim nuk këtë besoj gjë. se është. jo detyrim, Po ndoshta për staturën e një princi ka hije, mbase në këtë aspekt po. E keqja jo, ata dikush është. duken që janë shumë E dashuruar. keqja është sa do të martohet dhe ngeli prap princ, mbret nuk do bëhet do. Pse? Pase princ është. Po. Mirë. Mund të më vetë quhet. Mund të quhet mbret. Po mirë, më edhe unë mund të quhet mbret. Po, ua. Është një titull që ta jep bashkëshort janë në këtë rast. Po mirë, okej, dakor. Shumë të rret më kjo mbret gjithmonë. Më mbret po. Po mirë, mund kemi një dasëm mbretërore këtë vit, pse jo? Do jetë shumë interesant. Ishte e bukur. Blerta ka qenë shumë e bukur që te fejesa, imagjino se sa bukuroshe dhe sa hijeshi do ketë marinuar. edhe, po. Duket si princesh, me thënë drejtën. Në thënë të drejtën Që në nga stil, marrëdhënie. në pamjen, në mimikën, qëndrimin që ka, këto në shumë royale si vaj. Në qehishme. Po, po. Okej, mirë. Ecim. O dasma paçim këtë vit. Dashurilet kemi. Injorimi nga dikush që do, shkakton në tru të njëjtën dhimbje si dëmtimi fizik njerëz. Po. Po, të t'injoroj keni punët dikush me që e injorimin? do, mund të dhe më shumë se sa fjalët e shpjegojnë. Studimet tregojnë se neglizhenca emocionale aktivizon të njëjtat qendra të dhimbjes në tru si një dëmtim fizik. Kur lidhja pritet, por tërhiqet, mohohet, truri e interpreton si kërcënim duke çliruar hormonin stresi dhe shqetësim emocional. Prandaj heshtja, indiferenca ose të lënit me një anë, ose të bëjt ghost, të zhduken, mund të ndihet kaq thellësisht e dhimbshme. Dhimbja emocionale nuk është imagjinare, është një reagim real, neurologjik që meriton kuptim dhe kujdes. Lënje sin të një mesazhi apo mos hapjen fare të tij, si shmani ju? Edhe njerëz ishte? Lënjen sin mesazhi. Pra e ka hapur dikush dhe nuk ka kthyer përgjigje ose nuk e ka hapur fare. Qoftë kjo e dashura apo qoftë kjo edhe një mik. Konkretisht në personat që do, sa tu të vret më shumë. Qoftë është e dashura, do mundohesh ta kuptosh normalisht, e thënë? Pa mund të ketë diçka që është humar, të bëj një punë, apo diu. Ta kuptim ta le dashura sin tash i çat. Injorimi nga dikush që e do, mendoj që të paktën tek çiftet mund të dëm më shumë kur i nizën, edhe ti i shkruan disa herë gjatë ditës dhe nuk të kthen, aty po, mund të stresoj. Pra, është ajo gjendja ankthi që të E jetë. përdorni si taktik të kur ziheni për shembull që mos të japësh fare mesazh. Jo? Të mbajmë natën. Sa çifkoti. Mund të jemi mërzitur, por prapë flasim. Jemi normal me... Vërtet? Me bëllaz, po. Zbëni as blok, as kështu gjëra kur ziheni, jo. Kemi bërë kur blok, Jo. e provoj mirë. Që është? Dere më këteti sot kjo. Ndërkohë duke marrë, jo. I ke bërë blok në WhatsApp dhe merr telefon. Këtë do të shoqet. Këtë do të qeti kësë që si vetja. I ke bërë blok dhe digja pastaj munike o tiri. e merr në telefon, do vish dalim pim kafe, ndërkohë e blok në WhatsApp. Po. Ç'u ndodh kryesisht? E bëjnë Do më thënë, kushdo që bën blok kur je në çift, e lë gjithmonë një mënyrë komunikimi. U harrova unë që të kisha vënë blok në X Të rrjet. shkruaj në Instagram. Jo, e di, unë mendoj që ky lloj injorimi më shumë i vret personave që mund të jenë kështu në njohje sipër, që kanë krijuar pak atë le të themi ato ndjenjat e para që kanë lindur edhe në momentin kur Po jenë fillime. injorohen. Po ja komandashnit. Vriten më Shoqërin ka shumë. pas një shprehje të bukur fare. Se i referoj periudhës, ta kam treguar ty, duket. I referoj periudhës, le të themi të bukur në raport me të dashurën ose periudhës së lumtur. Me këtë që the, inshallah nuk po e dëgjon ajo dhe ai. S'ka gjë më. I referohet periudhës së lumtur, çfarë Po, do të i janë më? referoj periudhës së lumtur e thonte kur kemi qenë dashni, kur ishim dashni. Kur ishim dashni, ose kur ishim dashni ne. E thon gjithmonë të ky. Se forsh fare, si shpreh. Si reagon ajo? Jo, ma ajo është bie dakord. Bie dakord. Bie dakord, më. Është ajo dashuria, bën fillim shumë e paqë, çfarë Nisë, ka ka me tendencë për të qenë periudha kur ishim dashni.
Është një batut me styre kam përshtypjen. E thot të tjerë herë pas herë. Jo, ma jo, nuk, si batut është bërë mbrapa, ma se unë i kam thënë, i sekund, që atë e me tha ku ishim dashni, që i bëgëjnë dhe një në pas pensioni. Por që nejse. Mirë, Mjarë të fillimit. Okej, ecim. Hajdeni. E kam pas scrolling, sot po që ti bëju juve. Burrat që dëgjojnë këshillat e partneres janë më të suksesshëm në botë. Faleminderit shumë që e ke marrë këtë titull, Krisa. Nuk di si të tash Pas përblej. çdo burrit të suksesshëm që ndron një grua, këshillat e të cilës i dëgjon vërtet. Burrat e mençur nuk udhëheqin vetëm, ata edhe dëgjojnë. Dhe u mendoj që po. Po. Që Burrat mund t'jenë koka, ama gruaja është qafa. Jo, unë s'mendoj që ata janë koka, unë mendoj që dyja i zotron vajza, për kështë tjetër muhabet. Gjithsesi, këta duhet të dëgjojnë këshillat tona. Nuk e di. Çfarë do ishit ju o tjeri pa këshillat tona? Të dyja i zotron vajza, cilat koka zotron vajza? Kokën e trurit. E zotron vajza. O edhe për ato që ti nën kuptove, pra vajza i zotron. Mirë, ma pa tjetër, ju i zotron një gjitha. Do ishte gjë keqe të zotron të Gjë tjetër, qa doni? Halta të doni gjitha? Po, përfshi. Dëgjoni pak, për te i të gjithave, ka dhe gra që mund t'i influencoj për keqe. Por që përgjithsisht meshkujt i dëgjojnë partnerët e gra. Do më thënë, paktën prindrit tanë, unë si jam rritur, kam parë që babim gjithmonë e ka dëgjuar mamin. Mami ka qenë gjithmonë ajo. Edhe kur bëjnë si kush dëgjojnë, prap dëgjojnë. Nuk ka ku të shkojnë ndryshe. Nuk është pse të trajtoni si garë. Po s'është garë, mo. Si garë, mo. Është një studim të cilit ne po i bazdohemi. Jo, vetëm që nuk është ashtu, thot. Jo vetëm që është ashtu, po është edhe më tepër se ai, ne jemi universi, ne jemi bota, thotë Romina. Shiko, unë e them pa pikë droje që në shtëpi gjithmonë dominon gruaja. Gjithmonë, në çfarë do lloj kulture. Të paktën ditën e sotme. Ama gruaja është tjetër gjë që bën mashkulli në publik. Duhet të tregoj që e respekton, që e don, ta ngrej, ta vlerësoj. Bazë respekti është, po. Menaxhimin e shtëpisë e bën gruaja. Po varet të gjërave të jetës, të shtëpisë tyre, pra të çiftit. Po ka çifte që menaxhojnë e bën burri. Nuk parandodh kjo. Nuk parandodh. Po varet, është një aftësi menaxheriale. Me statistika ne nuk flasim dot, por që ka. Varet si e kanë jetesën. Kalojmë një familje tjetër patriarkale mbaste. Hajde një tjetër. Eci. Po. Hobi më tërheqës që dikush mund të ketë është leximi. Dua një grua intelektuale, ka thënë së fundi Zel Malik, pasi bëri deklaratat për ish partneren Gjigjen, që se dia kam dashur në një herë, tani ka treguar që partnerja e tij, paktën ajo çka ai Për të thonë me stil që detaj që e tërheq më shumë tek një vajzë, është leximi. Ta dini, do një grua intelektuale djali. Paska ish dorë nga modelet, domethënë. Po, më duket një mënyrë me stil për të thënë që ishe dashura ime nuk ka pas lexuar. Po jam, nuk ka lidhje. Nuk e di, varet mbase, mund t'ja dashur, por nuk besoj se ka thënë atë lloj tendenca. Ai xha u shpreh çfarë mendonte për Gjigjen. Dëgjoj, ka njerëz që në fazat e jetës, për shembull mbase Zeni u ka qenë më i ri, në të 20-tat. Nuk ende, po jo, është në të 30-tat tani duhet të jetë Zeni. Mund të ketë pëlqyer vajza të bukura, modele, seksi. Tani që është rritur, është pjekur, mendon që partnerja e tij ideale është një vajzë intelektuale që lexon, që din. Kaq e thjesht. Se duhet të bëhet kaq dramatike tiri. Lexoj gjë të jetë ku i prish partnerën. A mirë, ma ka për ta bërë më interesante këtë fakt. Edhe një të fundit dhe mbyllim. E një e fundit. Se kam unë e gjë, jo. Akoma, po e fundit. E fundit, po. Hajde. Marigja, kemi apo s'kemi? Ky klub në Londër lejon vetëm burrat mbi 1,80 cm të hyjnë brenda. Që ta dinim. Sa pëlqej ka ky klub. Do të ftoja të iknin bashkë, por s'të lejojnë të hysh për shkak të gjatësisë. Një klub në Londër po bëhet virale për shkak të rregullit të rep të hyrjes. Land of Giants lejon vetëm burra që janë mbi 1,80 të gjatë, pra toka e meshkujve të gjatë. Dera duhet. Organizatorët konfirmuan se kontrollet gjatësisë kryen kur hyn.
Shiko, përshtypjen duhet jetë ndonjë klab që edhe goca duhet jenë të gjata, ose ku diun një klab që bën... Po duhet ketë një lloj kriteri të tillë, kam përshtypjen. Vetëm burrat që janë pinjet të 10. Land of Giants quhet, pra toka e gjigantëve. Duhet jetë kërkesë e gocave që duan partner të gjatë edhe që tentojnë të çiftëzohen. Kam përshtypje, ja, më edhe. Shiko, gabimi londinezë janë të gjatë, kështu si mesatar, me sa diun jo shumë. Gabimi që bëjmë ne është kapë me 10 veta ndërkohë. Kur flasim për ndërkombëtarët ose vende tipit Londra, themi në, kush di si janë rregullat, kush di si bëhet. Të ndishi, jo, me jo. Ko që ata, jam i sigurt që këtë rregull e kanë bërë burrat, ndërkohë që për femrat rregulli vetëm mund të jetë që thjesht marrin frymë, domethënë, s'ka lidhje fare. Mjafton. Londra ishte po ajo që nxorri ligjin e, më thënë, që nuk duhet të bullizojmë për tullacllëkun. Po, qerosët. Po. Do të thënë, devra duhet normale. Se ne gjithmonë e kemi marrë në këtë kontekstin kështu çakas. Qerozi me X5, por në fakt jashtë e quajnë bullizim. Nuk duhet ta quash ngacmim seksual mbi të gjitha, nëse një mashkull i tillë i Londra ka rregulla të çuditshme. Nuk e di, Londra është vendi i çuditërave kohët e fundit. Po s'kan çfarë bëjnë, se diell s'kan paktën luajnë me këto gjëra. Po mirë. Okej, mirë. Nxjerrin diellin diku tjetër. Kalojmë te këngët e mbyllim me scrolling. Faleminderit për invitimin. Faleminderit që na ndoqët. Pëlqyen shumë titujt sot. Kalojmë te gjeni këngët. Eci. Gjej këngën. Herën e kaluar, nëse u kujtohet, kemi pasur një këngë. Dje. Mirë pra, okej, herën e kaluar. Po. Çka këngë kemi pas? Maroon 5, Moves Like Jagger. Po. I like the moves like Jagger. I got the moves. Gjete Pencën. Më duhet të gjej Pencën, sigurisht. E kishe këtu poshtë. Nëse nuk e gjen, s'luan dot apo? No. Po luan ose s'luan, po kodë. Luaj më, po. Një ka kishta të artë. Nuk do që ti doptoj, ha. Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I show you all the moves like Jagger. I got the moves like Jagger. I've got the moves like Jagger. Na. Kaq, mjafton. Hajde para për sot. Moves like Jagger. Shojmë çana ka përgatitur djali dhe do gjejmë dot. Po kohët e fundit, kështu, direkt me të parën i kemi gjetur. Jepi. Final countdown. It's the final countdown. Shkjo. Po grupi. ACDC? Jo. Ui, arrova. Final It's the final countdown. Nuk po e gjejmë dot. Është një grup i cili ka emrin e një kontinenti. Kontinenti? A më vajza, sa kontinente janë? Po s'po na vjen grupi. Po na thoni emrat e kontinenteve. America, Europe. Jo, Europa, bravo. Europe? Po. Europe. Okej, na surprizoj. Gjeni tekstin e se këngë. Living together, but still it's farewell, and maybe we'll... Nuk e di. Ama është shumë e thjesht. And maybe we'll, qfar? And maybe we'll... Na thuaj dhe njërë tekstin të gjej kuptim. We're living together, but still it's farewell, and maybe we'll... Fall in love, we'll hug, We will... go down. Go down. No. We'll come down. We will... Come down. We will come back. Po, e thuk down, pra e down. But still it's farewell, and maybe we will come back. Po, e kuptua. To earth who can tell. Okej, s'ka kuptim të ka përshdo emocion. Mirë. E kuptoni se me kë e bëj emisionin. A e kuptoni me kë ndaj divanin. Qo, pra. Jepi e dyta. Qo, pra, thot ke. Zoti i madh. Mirë të thot. Zoti. Hajde, kënga e dytë. Na. Të themi e lume. Kjo,
Jo, është Mariah Carey. Ishte fix. Fix. Gave my all. My all, bravo, Mariah Carey. Ishte fix, të them je lule. Bëj edhe një herë. Të them je lule. Ishte fix. Ti e më e bukur. A gjason dhe apo më duk mua? Të them je gonde. Okej, nis. Sa bisni. Kjo është kjo. Gjeni tekstin tani. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just Full of crap? Jo. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drunk in you and I won't pull through without you by my side. Florenda Brashi, mëngjes, që ishte kjo surprizë. Jepi. Just one night with you. Let's get on. Dhe gjova e kova pak. Faleminderit që na shoqërove dhe që na bëre këtë surprizë. Do të themi mirëmëngjes, do të përshëndesim dhe të urojmë fillimisht gëzuar pavarësinë e Kosovës. Zuar. Faleminderit shumë për urimin, faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi, po do kemi mundësi vetëm për pak të nisim intervistën me ty. Ishte surprizë regjistri ose Po, prisnim. ishte surprizë dhe ishte surprizë shumë bukur. Po, se ishte të luajt. Mirë, ti do ta bësh këngën e publikut bashkë me Florentin? Kënga e publikut. E bëjmë. Vetëm se në këtë rast Florenti nuk duhet thot titullin se është për publikun. Kjo është Thjesht kap notat e para Florent dhe ndiqe, se na bëjmë vetëm melodin. Okej. Okej. Pa pa ra pa pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. E gjete kush është Florent? Pa sigurisht. Said I remember. Mirë, me kaq dim se ju Është dha. lehtë se e luajm shumë shpesh. Kuptohet, keni edhe të përbashkët me ti, keni fansa të rockut edhe keni edhe repertorin. Mirë, me këtë ndihmë që ju dha Florenti, jam e sigurt që publiku do ta gjejë më lehtë. Për të vazhduar bisedën me ty Florent, do na duhet që fillimisht të bëjmë një shkputje të vogël publicitare dhe do kthehemi aty. Edhe do vim direkt. Ndërkohë ne vazhdojmë bisedën. Publiciteti. Ikim.